22 nëntori shënon ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, një nga ngjarjet më të mëdha kulturore, arsimore dhe kombëtare të historisë sonë. Kjo ditë kujton Kongresin e Manastirit, mbajtur nga 14 deri më 22 nëntor 1908, ku 50 delegat nga të gjithë treva shqiptare vendosun unifikimin e alfabetit shqip në bazë të shkronjave latine. Një urim për këtë festë të rëndësishme erdhi dhe nga kryeministri Edi Rama. Me anë të një postimi në Facebook, ai e cilësoi 22 nëntorin si ditën që vullosi Shqipen jo vetëm si kod gjuhësor, por si një univers identiteti. Nga shkolla Luish Gurakuqi në Shkodër, presidenti Bajram Begaj theksoi rëndësinë e gjuhës shqipe ndërbreza, si dhe sakrificat e adhetarëve për ta ruajtur atë. Alfabeti ynë dhe unifikimi që ai mundsoi i ka shërbyer zhvillimit të kombit e koezionit mes krajinave, fshatrave, qyteteve e traditave, por jo vetëm kaq. Ai është mjeti që mundson kulturë e dije, fuqizim të secilit prej nesh dhe fuqizim të vendit tonë të bekuar. Dita e alfabetit përfaqëson momentin e unifikimit kulturor të shqiptarëve, ndërsa kongresi u mbajt në manastir të Maqedonisë së Veriut. Dita e alfabetit u shpall festë zyrtare në Shqipëri në vitin 2023 dhe kremtohet gjërësisht në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në diasporë.